Eriku bëri të njëjtin gabim që ndoshta ai ke bërë dhe ti. Cili gabim është? Ja pra, prit. Po ti prit. Prit Që ndoshta. që dha mendim dhe nuk mbajti qëndrim. Lere të tash. Ndërsa unë Erikut i kam fol mos rri me kesin, jo pse unë dua të drejtoj Erikun, po mali janë ca personazhe këtu që jashtë duam ne e kanë kriju një emër të veten. Dhe Eriku është emër i ndërtuar prej vitesh. Gjithë njerëzit e njohin Erikun dhe për Erikun të mbështesi sjelljet e një adoleshenti si Kesi është turp për Erikun. Shumë jam dakord. Më shumë është turp për atë që e mbështet, sesa për Kesi që e bën atë veprim. Po, a je tash dakord me mua për një sen? A është më mirë me marr njërin në qetësi, me fol, edhe më ja tregu çdo gjëna, a është më mirë me bëj ato që ndodhi dje, me sulmu e gjithë shtëpia votit. Vetohem unë ty lirisht, ja ku i ke kamera, sa herë unë atë natën pas prajmit, atë natën pas prajmit kam qenë vetëm për Erikun të dhona gjumit dhe kam thënë Erik, kujdes për emrin tatë, më thënë kujdes për figurën tate. Dhe edhe mbrëm kur doli këtu i thash Erikun ta kam thënë një fjalë pas prajmit, se nuk është detyrimisht kur ja do të mirën tjetër, nuk ja thon sy të tjerëve. Shkon e kam vete. Dhe unë personalisht Erikun e kam thënë disa herë. O Selin, ta bëj një pyetje. Se kam një orë që du t'ja bëj një pyetje ty. Po më patjetër. Ti për ti vetë në atë institutat. A pretendon që këto tre nuk ta duan të mirën ty? Jo, s'ka shans. A edhe pretendon që këto ty ta duan të mirën apo të keqen ty? Të keqen. Unë do vi kjo kohë prap, inshallah do zoti je këtu prap. Që unë mendoj që nuk ta duan keqen, se funi afuni nuk lodhen fare me ty me. Keqen loj këtu, jo një. Po lojmë se ne njëta fëmijëve jasë. Me kismet. Po normal. Biles ti më the diçka që ti ishe në një tjetër, do të thë, a më theti mu këshu, që pushot ti se unë jam gjaj po të pëlqen përgjigja, Arta. Për të lutem edhe një herë, për të lutem edhe unë ta mora me sportivitet dhe me atë idenë që ti vërtet ke drejt me ma thonë atë lafë muaj dhe e pranoj. Po të 60 më kam bëvu? Po pritë, 70 po them, s'kam në gjë më burri, dhe s'kam problem unë se sa më thonë të njoja. 10. Moshën nuk e kam fare problem. Po ti e përmenë moshën, Arta. Jo. Ti the, je shumë i ri edhe s'ki drejt një Rama, që do më thonë kjo? Je i drejt e i pasër, o ty